Angel! Në fakt më doja që në momentin që Akili u mërzit kur u shpëtua Indri, ka një problem, që dhe kur u zjodh moza e preferuar. Ai e shikon të vetja qa s'kam bërë unë që t'isha unë i preferuar. Ndërkohë që këndvështrimi duhet tjetë qëfar ka bërë moza më shumë, ose qëfar ka bërë Indri më shumë, që i bën ata më të preferuar apo të shpëtuarin e parë. Pra, mendoj që Akili ka pak probleme me vetbesimin, pak fare, do me thënë, dhe kjo validimi që kërkon, vlerësimi që kërkon her pas here, vjen nga mungesa e vetbesimit, e ka veshur veten si me vetbesim të fort, po dhe fakti që preket me batutën më të vogël, tregon që ka një munges vetbesimit theksuar. Është pak i përkëdhelur, edhe do të na vë dhe ne të tjerëve tani në atë pozitën që ta përkëdhelim, por mendoj që ai duhet ta shikoj këtë eksperiencë si një rritje të vetën. Domethënë, ti pak më përpara se që këto të rinjt kërkojnë validim, është një presion shumë i madh Arbanat e të rinj. Në kohën që jetojmë sot ka një pasiguri jashtëmase të madhe dhe mendoj që mënyra më e mirë që të ndjehen të sigurt përplasen te ato like, tek viewsët, sepse ka një presion të madh për të qenë perfekt, për të pasur një punë të mirë, për të pasur një buxhet mirë, për të pasur mundësi të realizojnë ëndrat dhe këto e pasqyrojnë brenda këtij formati më së miri pasigurinë e tyre, pikërisht se kanë shumë presion për të bërë gjëra të mëdha. Dhe nuk e kuptojnë që pikërisht ky është formati ku ata mund t'i arrijnë ato gjërat e mëdha, pa pasur nevojë për atë validimin çdo televotim apo çdo prime apo çfarë i themi ne. Ne gjithsecili përfaqësojmë opinionin ton individual, ndoshta dikush nga publiku përkrah opinionin tim, përkrah opinionin e Ermalit apo të Arminës. Ne nuk jemi ata që ja vëm pikën Akilit që ti e kshu edhe nuk lëviz, por mendoj që Akili kur ta gjej veten aty brenda, ndoshta do e kemi të vështirë ta nxjerrim. Ndoshta do duhet ta nxjerrim me zor se nuk do dojmë më dalë. Është pak ky momenti sa Akili ta kuptoj veten e vet, ta fitoj atë vetbesimin e tij. Dhe për Gresën faktikisht kisha shumë dëshirë të thoja që e kemi të vetmen përfaqësuese vajzë nga Kosova, si t'na hike. Si t'na hiki Gresa? Të shohim se çfarë vendimi do marrë Gresa deri në fund. Armi, pse mendon që nuk donte ta bënte sfidën Akili? Po, Akili rebelohet, Arbana. Ne harxuam frym duke i thënë Akilit që të lutem mos vepro me emocion dhe sërish po donte të vepronte me emocion dhe jo me arsye dhe me logjik. Dhe ky lloj rebelimi vjen edhe si një inat i brendshëm me vetveten, sepse duket sikur ka zhgënjyer njerëzit që janë jashtë, po dhe veten e vet, sepse ai kur bëhen këto momente të tilla ku i sheh në video, ku fillon arsyeton bashkë me ne, bashkë me ty, aty e kupton që te kaluar atë masën e gjërave që duhet të bëj. Por kjo nuk do të thotë që ai duhet ndaloj lojën për këtë arsye, sepse si që thash, loja është shumë e gjatë dhe ka mënyra dhe teknikat të tjera për ta bërë këtë lojën. Dhe ky reagim absolutisht është prapë emocional. Pra prapë rikthehemi tek ajo që tham, që ai është shumë emocional, qoftë për mirë, qoftë për keq. Po shikoj, është pothuajse gati, ju lutem mundsoni pak lidhjen me të. Ja më, po ty të shkon edhe kostumi, unë se kuptoj. A më dëgjon? Akil, keve një kokore, më duket aty, ha? Dëgjojmë tek Akili, ju lutem mundsoni lidhjen tek Aga. Dëgjon, a keve një kokore aty? Po. Hajde, merr edhe kokoren edhe shkojmë tek arena.